Audio-udhëzimi për votuesit me pengesa vizuale. Ky audio-udhëzues është i dizajnuar të informojë votuesit, të cilët janë të verbër apo kanë shikim të dobët, për të drejtat e tyre gjatë kohës së procesit zgjedhor dhe si të realizojnë këto të drejta. Zgjedhësit e verbër apo kanë shikim të dobët, sikurse votuesit e tjerë, gjatë realizimit të së drejtës për votim, domosdoshmërisht duhet të respektojnë dhe aplikojnë protokollet e miratuara nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, respektivisht masat dhe rekomandimet për mbrojtje dhe preventiv nga COVID-19, si dhe mbajtjen e distancës sociale në vendvotime. Të drejtë vote kanë personat mbi 18 vjet. Sikurse edhe votuesit e tjerë, personat e verbër apo me shikim të dobët munden të votojnë nëse janë të regjistruar në listën zgjedhore dhe nëse kanë letër njoftim valid apo pasaport në ditën e zgjedhjeve. Votuesit munden të kontrollojnë sa janë të regjistruar në listën zgjedhore përmes qasjes në webfaqen e KSZ-s në linkun në vijim izbiraçkispisok.gov.mk. Në rast se webfaqja e KSZ-s nuk është e kapshme për personat e verbër apo me shikim të dobët, kontrolli mund të bëhet edhe në lokalet e Komisionit Komunal Zgjedhor. Nëse votuesi gjatë kontrollit pohon se ai apo ajo nuk janë të regjistruar në listën zgjedhore, kanë të drejtë të paraqesin kërkesë për regjistrim në të njëjtin. Kërkesën për regjistrim në listën zgjedhore e paraqet në dhomën rajonale të Komisionit Shtetëror Zgjedhor, me të cilën paraqet edhe dokumentacionin adekuat. Komisioni Shtetëror Zgjedhor e përmbyll dhe nënshkruan listën zgjedhore më së voni 10 ditë para ditës së zgjedhjeve. Për shkak të krizës shëndetësore me COVID-19, zgjedhjet e parakohshme parlamentare 2020 do të mbahen në periudhën prej 3 ditësh, respektivisht më 13, 14 dhe 15 korrik. Votuesit të cilët gjenden në karantinë shtëpiake për shkak të testit pozitiv COVID-19 dhe personave të cilëve u është caktuar masa izolimit me vendim të Inspektoratit Sanitar dhe Shëndetësor, kurse dëshirojnë të votojnë, do ta njoftojnë KKZ-n përmes personit autorizuar. Komisioni Shtetëror Zgjedhor do të formojë këshilla të posaçëm zgjedhor të përbërë nga punëtorë shëndetësor, të cilët më 13 korrik do të zbatojnë votimin e këtyre personave. Votuesit të cilët janë të verbër apo kanë shikim të dobët dhe duan të votojnë, kurse nuk kanë mundësi të votojnë në vend votim, patjetër duhet ta njoftojnë Komisionin Komunal Zgjedhor në afat prej 7 ditësh para ditës së zgjedhjeve. Njoftimi duhet të përmbajë emrin dhe mbiemrin e votuesit, numrin amës të votuesit, adresën e banimit të votuesit, respektivisht adresën nga dokumentet personale të votuesit, sipas të cilëve është regjistruar në listën zgjedhore. Adresën në të cilën votuesi do të votojë e njëjta mundet të dallojë nga adresa e banimit, vetëm nëse është në territorin e komunës në përputhje me adresën e banimit të votuesit. Në këtë rast, Këshilli Zgjedhor viziton votuesin në atë adresë dhe aty e kryen votimin. Nënshkrimi i votuesit dhe dokumentacioni që është në kuadër, respektivisht dokumentacioni shëndetësor apo vendim për kujdes nga person tjetër e të ngjashme. Një ditë para mbajtjes së zgjedhjeve më 14 korrik 2020, Këshilli Zgjedhor me të gjitha materialet e nevojshme për votim shkon në shtëpinë e votuesit, ku duhet të ofrojë sekret gjatë aktit të votimit. Pas votimit të kryer, votuesi mbështjell flet votimin dhe para Këshillit Zgjedhor e vendos në zarf të zbrazët, pastaj zarfin e vulosin dhe e vendosin në kutinë e votimit, të cilën Këshilli Zgjedhor e mbart me vete. Pasi që të kenë votuar të gjithë personat që gjenden në listën e votimit në kushte shtëpiake, kutia e mbyllur e votuesve me zarfat e vulosur nga votimi i aplikuar, Këshilli Zgjedhor e vendos në vendin e votimit. Ditën e zgjedhjeve më 15 korrik 2020, votuesit mund të realizojnë të drejtën e tyre të votimit në vendvotime nga ora 7 e mëngjesit deri në ora 21 në mbrëmje. Secili votues duhet të bartë me vete dokument valid për identifikim personal, respektivisht letër njoftim apo pasaport. Votuesi i cili për shkak të pengesave nuk është në gjendje të vijë në vendvotim dhe të votojë vetë, ka të drejtë të votojë me shoqërues sipas zgjedhjes së vet. Në rast kur ai ose ajo vihet tek vendvotimi pa shoqërues, Këshilli Zgjedhor do të caktojë person për shoqërim nga radhët e votuesve prezent në vendvotim. Votimi në vendvotim është personal, me që rast votuesit votojnë një nga një. Pasi që votuesi do t'i afrohet vendvotimit, fillon procesi i votimit. Procesi i votimit përbëhet nga më tepër aktivitete, kurse anëtarët e Këshillit Zgjedhor janë kompetent për zbatimin e tyre të rregullt. Hapi i parë i procesit të votimit është kontrolli i votuesve. Votuesi duhet të jap dorën e djathtë që të mundet antari i Këshillit Zgjedhor me UV llampën të kalojë nëpër tërë gishtin e djathtë që të kontrollojë se a ka gjurmë nga spreji i padukshëm UV. Nëse votuesi nuk ka gisht të djathtë të madh, kontrolli bëhet në gishtin e dorës së majtë.
E nëse votuesi nuk ka gisht të madh në të dy duart, kontrolli nuk do të bëhet. Pasi që të kontrollohet votuesi, kontrollohen dokumentet e tij të identifikimit personal. Votuesi ja dorëzon letërnjoftimin ose pasaportën antarit të Këshillit Zgjedhor i cili e vërteton identitetin e tij personal. Procedura vazhdon me kontrollimin dhe nënshkrimin e listës zgjedhore. Antari i Këshillit Zgjedhor kontrollon se është i votuesi regjistruar në listën zgjedhore. Nëse votuesi është i verbër apo me shikim të dobët, është i regjistruar në listën zgjedhore dhe mundet të shfrytëzojë kufizuesin për nënshkrim kur nënshkruhet ose e shtyp me gisht në vendin e rezervuar për nënshkrim. Me ndihmën e kufizuesit për nënshkrim, votuesi mund të nënshkruhet në vendin e saktë në listën zgjedhore në kolonën për nënshkrime pranë emrit të tij apo të saj, me çka do të zvogëloheshin gabimet eventuale gjatë nënshkrimit në listën zgjedhore. Hapi tjetër është dhënia e fletvotimit. Votuesit i cili është i verbër apo ka shikim të dobët, e tërë procedura duhet të sqarohet nga ana e antarit të Këshillit Zgjedhor. Votuesi ka të drejtë të vendosë se a do të votojë me apo pa shablonin e alfabetit të Braillit. Kur votuesi dëshiron të votojë me këtë shablon, patjetër duhet të njotohet se fletvotimi është brenda në shablon. Në faqen e përparme të shablonit është i shkruar alfabeti i Braillit e tërë përmbajtja e fletvotimit, kurse në vendin ku janë numrat të rendor para listave respektivisht të kandidateve për të cilët votohet, ekzistojnë vrima për rrethim. Me shablonin për votim munden të votojnë vetë edhe personat që janë të verbër apo kanë shikim të dobët, kurse nuk e njohin alfabetin e Braillit. Këta votues me përpjekjen e numrave rendor para listave apo kandidateve munden të gjejnë numrin të cilën duan ta votojnë, kurse me lëshimin e stilolapsit në vrim, vetë dhe në mënyrë të rregullt do të rrethojnë numrin. Gjatë bartjes së shablonit të alfabetit të Braillit deri tek paravani për votim, votuesi nuk duhet ta kthejë shablonin në anën tjetër për të mos e humbur radhitjen e numrave rendor. Pas pranimit të fletvotimit dhe shablonit për votim, hapi tjetër është përskatja e votuesit me UV sprej. Votuesi duhet të jap dorën e djathtë që të mundet antari i Këshillit Zgjedhor ta përskasë me UV sprej në gishtin e madh të djathtë. Nëse votuesi nuk e ka gishtin e madh të djathtë, stërpikja bëhet në gishtin e madh të majt. E nëse votuesi nuk ka gisht të madh në të dy duart, nuk do të bëhet stërpikje me sprej. Pas stërpikjes, votuesi dërgohet pas paravanit për votim. Votuesi i cili voton me shoqërim së bashku me shoqëruesin mund të vijë deri pas paravanit për votim. Votimi patjetër bëhet pas paravanit. Shoqëruesi ja lexon të gjitha listat apo kandidatët, e pyet votuesin për cilën listë dëshiron të votojë dhe ja tregon numrin rendor para listës së kandidatëve për të cilën votuesi dëshiron të votojë. Në rast se votuesi shfrytëzon shablon për votim, shoqëruesi e rrethon numrin e kandidatit në vend të votuesit, i cili është i verbër apo ka shikim të dëmtuar sepse votuesi nuk është në gjendje të rrethojë listën votuese. Nëse votuesi shfrytëzon shablon për votim, ai ose ajo mundet vetë ta rrethojë numrin e kandidatit për të cilën dëshiron të votojë, pas rrethimit të numrit të hap shablonin dhe të mbështjell fletën e votimit. Kur ta mbështjell fletën e votimit, votuesi duhet të ketë kujdes. Pjesa e përparme e fletvotimit të mbetet të brenda që të ruhet sekreti i të drejtës zgjedhore. Fletvotimin e mbështjell më së paku 2 herë. Shabloni i alfabetit të Braillit nuk guzon të lihet në paravanin e votimit. Votuesi ja dorëzon antarit të Këshillit Zgjedhor. Hapi i fundit i procesit të votimit është futja e fletvotimit në kutinë e votimit. Shoqëruesi ndihmon votuesin gjatë lëvizjes deri te kutia e votimit. Votuesi vetë e fut fletvotimin në kuti. Shoqëruesi e fut fletvotimin në kuti dhe në rast se votuesi është i verbër apo ka shikim të dobët, por ka dhe mungesa fizike për shkak të cilave nuk mundet ta bëjë këtë. Pas votimit, votuesi kthehet tek Këshilli Zgjedhor për t'ia kthyer dokumentet personale të identifikimit. Personat me pengesa kanë të drejtë të votojnë në baza të barabarta me të tjerët nëpërmjet sigurimit të kushteve të mundshme për votim të pavarur. Ky audioudhëzim mundësohet me mbështetjen e popullit amerikan përmes Agjencionit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zhvillim ndërkombëtar USAID. Mendimet e shprehura janë të inkluziva dhe nuk i shprehin qëndrimet e USAID-it apo qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës.